Sepse Argentina vinte nga 2 ndeshje që kishte kthyer rezultatet në të njëjtën mënyrë. Argentina nuk ishte pra skuadër pasi disa avantazhe. Argentina ishte skuadër që lunte me krosime. E bëri gjithë pjesën e dytë me krosime. Por nuk ato qarkullonin topin jashtë këtë 30 metrë, qarkullonin topin, vinte topi nga mesi, shkonte në qendër, shkonte krah tjetër, shkonte topi ke lojtari krahut tjetri që ishte. E kthenin prap topin. Edhe gjenin momentin për të godit jashtë zonës rrepsisë. Pavarësisht saj, por më ka bërë një gjë përshtypje në këtë moment të sulmit në fund të Argentinës, se edhe kjo që thoni ju është e vërtet, por ama dilte nga kornet, herë godiste kornet në zonë, pastaj pasonte këtu, prap çonte kros. Lojtarët e Anglisë nuk kapnin asnjë top me kokë, megjithëse ishin më të gjatë fizikisht. Ato janë pozicione standarde. Pozicione standarde normalisht që do të provojnë me mënyra të ndryshme kundërshtarët. Në momentin që ti në pozicion standard një korner, një faull e tjerë, ti do të hedhësh në fushë lojtarët më të gjatë që i ke. I hodhin, pra po ata nuk i kapin lojtarët e Argentinës. Problemi komplet ishte që portieri që Altini e preku i cikë, që ishte portieri më i dobët për mendimin tim që ka pas Anglia deri tani, a ditë ishte pika më e fortë e Anglisë. Te goli, pa te goli, s'kishte faj profesor? Ishte pika më e fortë e Anglisë. Te goli, si të duk goli? E disë dhe më thonë të si gjuhet te goli. Ishte 25 metra goli, 25 metra. Tashti si shkon... Me gjithë mbrojt, me 2 ekipe para... A që apsirë sa për topping ishte aty, kështu që. A i doli Geri Lineker që e bëri kritik në fundit. Geri kishte të ndrimet, jo se u fut ekipi, sepse ndrimet e këtij sollën që ekipi të spostoj. Mendoj se kjo është gjithmonë qa u i ke dhe ngomarit me trajnerin. Ne ke parasysh. Gjeja me vështirë trajnerit dhe dalin konferencë për shtypet gjithë që tha ky, olla ju nuk keni ADN i tha, ky Gjermani. Edhe tani u tërbuan fare anglezët. Na thot ky ADN, s'kemi ne që kemi nxjerr futbollin, e kemi bërë këtë, e kemi bërë këtë, dhe doli kjo historia që ky bënte koktelin më të mirë në bar. Edhe Mateo se tha paka shumë për ekipin gjerman të njëjtën gjë, ata nuk e dinë që është fanella e gjermanista në mënyrë të përmbledhur. Luan. Mateusi flet shumë, edhe Mateusi lojtari madh, respektimi shumë, por Mateusi mos harroj humbjen nga Manchester United në Barcelonë. Tuhel nuk ka luajt futboll, se u vra. Ka luajt deri 25 vjet, edhe me ulmin. E ke pra u vra. Me ulmin, do niveli... Ka pas trajnera i vino atë, se ka pas një të famshëm ai që i vjen rastisht në bar, se shumë e bukur kjo histori. Që domosdoshmërisht. Mirë, se muhabet po bëjmë çik tani, bisedë për futboll. Edhe Mourinho s'ka luajtur futboll, ka luajtur si futbollist i dobët. Dhe punonte në një bar. Edhe tha kamarier, 25 vjeç. Ç'a bën këtu, i vjen ai trajneri thotë që ishte. Thotë që të bëjë s'kam kokër legu, do punoj, po e tha, me mirë kjo